Kur flasim për figurën e një artisti të veçantë, gjithmonë ka një fillim të veçantë e cila lidhet me fëmininë e tij. Fëminia e shkrimtarit Tasi Proko fillon pikërisht këtu, në fshatin Luar, pranë qytetit të vogël të Roskovecit. Pikërisht këtu ngulitën të parët e Prokajve, vëllezërit e ardhur nga fundi i shekullit të 18 pas shkatërimit të njohur të qytetit të Voskopojës. Në këtë lagje gjysmë kodrinore dhe në këtë shtëpi të rënuar me mure të gurtë, ulin më 4 janar të vitit 1950, prozatori i arshëm Tasi Stereo Proko. Shkrimtari është fëminia, thuhet shpesh në shkrimet e analizave të ndryshme letrare. E veçanta e fëminisë së Tasi Prokos është ngjizja e saj me gjeografinë e ambientit, relievin e butë të kodrave, me ujërat e vrrullshme që shkumbonin në projën e qervenit, me stinët e pasura plot lule të bukura e fruta të shijshme, me drurët çekullore të ullinjve dhe qiejt e mbushur me fluturimin e përhershëm të zogjve. Ndërsa nga prerja e pletëve mori edukimin e parë nëpërmjet rrallave, legjendave, tregimeve të pafundme, plot luftra e paqe të parëve. Është kjo pasuri e larmishme formash natyrore dhe etnokulturore, nga e cila do të burojë më vonë në shkrimet e ardhshme, ajo frymë lehtë vlladitse, aq e domosdoshme për t'i dhënë artit të vërtet, vullën e individualitetit të tij krijues. Këtu i mori dhe mësimet e para të fillores. Klasën e 5 e kryen në Mbrostar Fie, ndërsa të 6 dhe të 7 në fshatin Kurjan. Në vitet 1963-1967 vazhdon mësimet e nivelit të mesëm në shkollën pedagogjike Elbasan. Në bandat e kësaj shkolle shfaqet për herë të parë pasioni i tij për letërsi. Këtu shkruan skicat dhe tregimet e para. Në vitin 1975 mbaron studimet e larta në Fakultetin Gjuhë Letërsi Shqipe në Universitetin Aleksandr Gjupani Elbasan. Në vitin 1987 specializohet në Universitetin e Tiranës në fushën letrare. Me profesionin e arsimtarit fillon punë në vitin 1976 në shkollën 8 vjeçare të Patosit të Vjetër, për të vazhduar më pas mësuesi lëndës së letërsisë në gjimnazin e qytetit të ri, deri më 1 gusht 1991. Pas kësaj date, Tasi Proko zgjidhet kryetari i Konfederatës së Sindikatave të Rrethit, detyrë të cilën e ushtron deri më 1997. Nga ky vit deri më 2004 është drejtori i drejtorisë arsimore rajonale Fier. Më pas emërohet zëvendës drejtori i gjimnazit Janaq Kilica, e pastaj drejtori i gjimnazit Zhani Ciko Patos. Nga viti 2007 në vazhdim është drejtori i konvikit të shkollës së muzikës Jakov Zoca. Në vitin 1970 Tasi Proko vjen me banim në Fier. Më 1980 krijon familje me bashorten Valentina Anastas Kabuqin, me profesion ndihmës mjeke dhe kanë 2 fëmijë. Skevdilajdin, që është diplomuar me Akademinë e Sportit në Tiranë në profilin e futbollit, dhe vajza Enkeleda, e cila pas mbarimit të studimeve të larta mjekësore në Selanik, në degën neuropsikopediatri, vazhdon profesionimin pas universitar në Athinë. Jeta letrare e Tasi Prokos është mbushur plot mund, sakrificat pafundme për të zhvilluar e përsosur vazhdimisht aftësinë e krijimit. Arti dhe enigma e tij u shfaqe me botimin e tregimeve të para në shtypin letrar të kohës si gazetat Drita, Zëri i Rinis, revista Nëntori e të tjerë. Në vitin 1980 del vëllimi i parë i tij me tregime e novela, botuar nga shtëpia botuese Naim Frashëri, titulluar Kur qeshin sytë e saj. Një vit më vonë bëhet antar i lidhjes së shkrimtarëve dhe artistëve të Shqipërisë. Në vitin 1998, shtëpia botuese Dritëro i boton për mbledhjen e dytë me tregime dhe novela titulluar Nën dritën e dashurisë. Një titull ky sadomethënës, aq edhe përfaqësues për tematikën dhe natyrën rrëfimtare të shkrimtarit. Tema e dashurisë, tema e përjetshme e të gjithë arteve të botës e të gjitha kohrave, shfaqet te ky vëllim me një këndvështrim tepër origjinal. Dashuria te Tasi Proko paraqitet si një ndjenjë ndershme, e drejtëzuar, veshur me moral të lartë sa modern, aq dhe tradicional, e cila fokusohet tek brezat me një efektivitet të lartë edukativ. Novelat Frymë e përvëlluar dhe Sy të dashuruar do të vinë njëra pas tjetrës në 2 vitet në vazhdim. Në të dyja këto krime trajtohet po e njëjta temë, me po të njëjtat ngjyra emotive si dhe botimet e mëparshme të tij. Në vitin 2004
Tasi Proko vjen me romanin e parë, Qytet pa dashuri, i cili troqi vëmendjen e kritikës për thelbin e temës së trajtuar, nga ankesa sociale dhe revoltën e thellë intelektuale të këtij autori. Drama e thellë e vitit të mbrapsht 1997, kolapsi shtetëror dhe veçanërisht pragu apokaliptik i jetës së vendit, përshkruan në faqet e tij me një realizëm të veçantë dhe trajtesë të hollë profesionale. Në këtë kohë, shoqëria shqiptare ishte në një grask të politikës së verbër dhe Tasi përshkruan me objektivitet pikërisht këtë moment të rëndësishëm të digresionit social. Me të, ndodh ashtu si dhe thot shkrimtari i dëgjuar çek Milan Kundera se romani nuk është një rrëfim i autorit, por eksplorimi i asaj pjese të jetës njerëzore që gjendet në Grac dhe që ai kërkon të di. Nga ngjyrimi bardhëzi i këtij romani, autori boton pas 2 vjetësh vëllimën tjetër me tregime dhe novela, titulluar Kopshti im hënor. Ky vëllim është i mbushur me përshkrime të Florinta hënore, përshkruar nga lirizmi i tij karakteristik që e kthen krijimin në një prozë të gjallë poetike. Te kjo përmbledhje, autori do t'i rikthehet përsëri temës së tij të preferuar, dashurisë, vizatuar me ngjyra aq të gjalla e aq të ndezura, sa duket sikur në çdo rreshtë, në çdo faqe dëgjon cicëlimat e brishta të bushkuqit dimëror, zogut të tij simbolik që vjen për herë në dritaren e dhomës së punës. Libri i fundit i Tasi Prokos titullohet Pafajësi zemre, botuar në vitin 2009 nga shtëpia botuese prestigjioze Ombra GVG. Edhe për këtë libër, Tasi Proko ka tërhequr vëmendjen e kritikëve dhe shkrimtarëve të ndryshëm, përfaqësuar nga zërat e tyre më cilësore, më profesional në kulturën shqiptare si Dr. Mojko Mzeqo, Dr. Koçi Petriti, Profesor Dr. Bartosz Gaçe e të tjerë. Tasi Proko ka një jetë tërë që është përkushtuar 2 përmasave që lidhen në thelb e kulturën. Rafshit arsimor, po ai ka krijuar vërtet një figurë të spikatur, të respektuar, sepse ka të bëjë me strukturën e dijes, jo thjesht me didaktikën, por edhe me frymëzimin dhe me krijimin e njerëzve të kulturuar. Kjo ka qenë tepër funksionale dhe ekzistenciale për Tasi Proko. Nuk mund të ndaj kur, domethënë, këtë dimension të mësuesisë, që padyshim është një nga profesionet më të nderuara, më iluministe që ka në Shqipëri, po dhe në botë, me dimensionin e profesisë. Unë kam ndjekur krijimtarinë e Tasit rregullisht, kam shkruar madje disaja për të, kam lexuar qoftë krijimtarinë e tij letrare në prozë, por jam në ndjeni edhe për mendimet e tij estetike, rrjedhisht për shijet që ka, të cilat janë të pandashme gjithashtu dhe këto nga struktura shkrimore, ose që bëhet publike. Librat e botuar nga Tasi janë libra të vërtet, janë libra të njeriu i cili e konsideron letërsinë të rëndësishme. Si është zgjedhja e tij, intelektualisht e drejtë dhe ka një satisfaksion jo thjesht utilitar. Dhe kjo është në nderin e Tasi Prokos. Çfarë janë librat e tij? Këto janë libra të shkruara nga njëri modest, por me këmbgulje të madhe dhe me një jetje të pashtërur për të mësuar dhe për të perfeksionuar. Ky është tipari që tu është më spikatës, më i lexueshëm, më grishës ka Tasi. Ai kur shkruan, nuk mendon se është një shkrimtar
më thënë që është në geografikisht në Fier, është në rafshin kombëtar, sepse letërsia është gjithmonë në rafshin kombëtar dhe në te. Në thelb, proza e Tasit është një prozë me shpirt të madh, me një art të përkohur, me një kujdes të dukshëm stilistik për të qenë lakonik, por dhe për të pasur një përfiturim. Proza e shkruar nga Tasi Proko hyn tek prozat dënjësisht të shkruara mirë në Shqipëri, në rafshin kombëtar, e bën atë një personalitet të shkrimit në kohën dhe në gjeneratën e tij. Është një njeri i cili ka kërkesa estetike të mirëfillta tek ta si gjejmë njerëzit. Pra është njeriu i cili ka shumësinë. Nuk është uni vetëm, ka shumësinë. Do të thënë, ky është nga sekretet e mëdha të letërsisë. Këtë sekret Tasi e njeh shumë mirë. Këtë sekret Tasi nuk e shpërdoron. Tasi ecën në një rrugë modeste, por sigurt dhe është rezultativ ndryshe nga tjerët që kanë mbulur. Unë mendoj që proza e Tasit hyn tek prozat më të mira që shkruhen sot në Shqipëri. Ai është i vërtet në ato që thot, ndihet tek ai dashuria, tek ai ka shumë dashuri. E rezultat të thoya që ky njeri ka dhe dëmshuri shumë. Nuk jo thjesht konceptin universal të dashurisë, por dhe të dëmshurisë, duket sikur është shpesh i prisht në shpirt, dhe kjo duket edhe në ato që shkruan. Unë dua t'i uroj 60 vjetorin e lindjes. E di që kjo është një datë konvencionale, po të gjykosh nga libri i fundit i Tasit, aty të ndihet një rini, për arsye se koha në letërsi nuk është një kohë kalendarike. Vetë Tasi. Tasi ka punuar, ka jetuar, u ka dhënë respekt dhe dashuri të tjerëve, ndaj dhe meriton plotësisht respektin dhe dashurinë e të gjithëve, pa përjashtim. I uroj me gjithë shpirt të shkruaj libra sa më të mirë dhe më të ardhmen. E di që ka përshkruar shumë libra, jam i bindur për këtë punë, dhe të jetë vazhdimisht i freskët dhe të ketë atributin e dashurisë, si që ka patur gjithmonë, sepse në fundit kjo është një pasaport shpirtërore. Njerëzit që se kanë këtë pasaport shpirtërore nuk mund të quhen njerëz. Tasi Proko është nga njerëzit e vërtet që kam njohur dhe që respektoj dhe dua. Dhe duke pasur parasysh gjithë krijimtarinë e tij, të cilën e kam lexuar me dashuri, kam krijuar mendimin që kemi të bëjmë jo vetëm me një njeri të mirë, po kemi të bëjmë edhe me një shkrimtar të mirë. Kemi të bëjmë me një shkrimtar i cili në mënyrë gati të heshtur na ka sjellë një prozë brenda së cilës rrjedh poezia. Dhuntia e një shkrimtari që brenda prozës së vet të përcjell poezinë është një nga dhuntit më fatlume. Unë Tasin e gjykoj si një krijues të mirë që në strukturën e tekstit vet, në terat
krijimtari të tij në prozë dëshmon që ka përveç të vlerave të tjera, ka gjuhë, në kuptimin që dita përdor me një koqirllek të gjuhë. Tasi në gjuhën e vet poetike, do të thosha, përcjell një prozë me emocionalitet të veçantë dhe ditë të ndërtoi edhe rrëfimin, edhe dialogun, ditë përdor bukur edhe detajin, dhe këtu mund të ndalem që detaji është një nga pasuritë më të mira të prozës, që do të thosha prozës poetike të Tasit. Ka sens, mase në rrëfim, ka ritëm fraze në ndërtimin e tekstit, ka detajin që e thash pak më lartë, të gjetur në shumë vend, dhe gjithë kjo pasuri e bagazhit të këtij shkrimtari kthehet e gjitha në një figurë poetike, dhe Tasi me prozën e tij është një shkrimtar i freskët, është një njeri i mirë, është një mik i mirë, dhe mbi të gjitha krijimtaria e tij zë një vend të veçantë, jo vetëm në krijimtarinë e krijuesve fjerak, për të cilët unë kam një nderim të veçantë, edhe çmoj veçanërisht faktin që Fieri ka shkrimtarë, ka edhe lëvizje letrare, ka nivele që nuk e gjejmë në rrethet të tjera. Unë mund të përmend këtu edhe Korçën time, mund të përmend edhe Elbasanin, mund të përmend edhe Durrësin, mund të përmend edhe Shkodrën, dhe kam arritur në mendimin duke njohur krijimtarinë e tyre. Mund të jap në një shembull edhe të Nuri Plakut, edhe të Kotës, edhe të krijuesve të tjerë, kam arritur në mendimin që kjo lëvizje krijuese që gjëllon në Fier ka miqtë e vet edhe në përrrethet të tjera, një nga miqtë të cilëvet jam edhe unë, mik i Tasit, dashamirës, jo sepse Tasi është njeri i mirë, por veçanërisht sepse Tasi ka një prozë të mirë dhe të nderuar. Shkrimtarin e minjohur dhe dashur Tasi Proko e ka njohur në dy kohë. Në kohën e parë të panjohur dhe në kohën e dytë, nga i cili kam njohur nga afër një njeri brigant, një tregimtar dhe prozator të talentuar, një intelektual me një botë të madhe shpirtërore. E kam njohur kurse njihja, sepse e kam takuar në faqet e shtypit shqiptar në vitet 70-80 me tregimet dhe novelat e tij, dhe më bënte përshtypje sinteza e mendimit të tij poetik brenda prozës. Por çuditërisht, kur takova një herë shkrimtarin fierak Nasër Gaçi dhe duke bërë humor, i thash se ne nga Vlora dhe nga Labria kemi mjaft humor. Po tha, po që të njohësh dhe folklorin dhe humorin e Myzeqes, të lutem lexo dhe librin e Tasi Prokos, Qyteti pa dashuri. Sigurisht kam lexuar mjaft nga proza e Tasi Prokos, dhe është një nga prozat më të natyrshme që shpalos Tasi intelektual, njeri dhe mendimtar të penës, i cili ka dhënë në shpirtin e tij artistik në kaq vepra të çmuara që janë pasuri jo thjesht në qytetit si Fieri, qytetit me kulturë, po janë pasuri e të traditës sonë letrare shqiptare. Ajo që duhet të vizoj është se te Tasi Prokua takohet shkrimtari, njeriu dhe fistikëria e madhe shqiptare. Shkrimtari Tasi Proko është një personalitet letrar që e ka mbështetur sekretin e prozës së tij në lirizmin që e karakterizon. Gjetjet e tij janë të thjeshta, jetësore dhe tepër lirike. Unë i kam botuar para disa vjetësh librin Kopshti im Anor,
dhe tregimet e tij bien në sy për këtë ndjeshmëri të hollë, gati poetike në të gjitha tregimet. Tasi duket që është shumë njerëzor në letërsinë e vet. Shumë i komunikueshëm, i drejt për drejt dhe në një farë mënyrë ai e shpall humanizmin e tij në të gjithë veprën e vet letrare. Natyra e tij është modeste. Ai ngjan atij kallirit plot, i cili jo vetëm është popullur nga pesha e mendimit, e thjeshtësisë dhe e vlerave artistike, por edhe hijen e bën të madhe. Kalliri plot gjithnjë ka bukën e shishme dhe hijen e madhe. Është një gëzim kur shikon që Tasi është gjithnjë rinor dhe gjithnjë jep vlera në prozën e tij të shkurtër. I uroj Tasit që të ketë krijtari gjithnjë të boshme dhe shëndet në këtë përvjetësim. Tasi Proko është një pjesë e universit të dashurisë njerëzore, një grimzës dhe një vanë e kësaj dashurie. Pse e them këtë? Se dhe vetë ky libër i fundit që mua më rëndor në opusin e botimeve të tij, flet pikërisht për këtë dashuri njerëzore. Duke parë Tasi Prokon njohur ky shkur me një letërsi sa të re, aq dhe brillante, aq dhe të gjelbër, ai dhe me rënjë të thella, mendoj që letërsia jo vetëm ajo fjerake, jo vetëm ajo letërsia e prefekturës Vlorë Thiri që unë do ta quaj një prefekturë të letërsisë dhe të arteve, që tjetë model për Republikën e letrave shqiptare, Tasi Proko bëhet kështu promotor, bëhet shumë burr themeli në këtë lloj letërsie, sepse ai është iceberg i padukshëm akoma në këtë lloj letërsie brillante. Nga që, duke parë Tasi Prokon, më duket se ku kam njohur Robert Bërsin. Robert Bërsi thotë: "Miqësia si e fuqinë, nandes muskujt na jep tru. I fal kupës shintërinë e kupa vjen në mbledh këtu." Pra, unë të Tasi Proko shikoj Robert Bërsi. Jo në poezi si që është Roberti, po Tasi Prokon e shikoj në prozën e tij, Robert Bërsiane në trajtën shqiptare, në trajtën e re, me motive si pas Tasi Prokos, as si pas Jakov Xhoxhes, as si pas korifeve të tjerë kushdo qofsh jeta. Pra, Tasi Proko është një ebër shumë i rëndësishëm i letërsisë sotme shqiptare. Brillante, me dashuri njerëzore, me dashuri për artin, me dashuri për ndjenjen, me dashuri për figurën, me dashuri për mendimin. Pra janë tre element që përbëjnë artin e Tasi Prokos. Tasi Proko është shkrimtari i dy periudhave letrare që kanë prerë Shqipërinë ose letërsinë shqipe këto vitet e fundit. Prozën e shkurtër filloi në vitet 80 të shekullit që kaloi, si romancier klasik, realist, me kahje nga proza poetike. Tasi hyri në bashkëkohërsinë e letërsisë shqiptare, në letërsi moderne, pa kufizime ideore, pa kufizime politike. Është një nga shkrimtarët që studimistika do të merret më vonë me atë, me të drejtë, sepse i ka sjell një prurje të admirueshme e letërsisë shqiptare. Nuk është e pakët të vish brenda një periudhe prej 10-12 vjetësh me 3-4 romane, ashtu siç ka ardhur zoti Proko. Siç duket, ai është e ndje veten kompetent në këtë zhanër, në këtë gjini të prozës, duke shkaktuar sukses dhe një kohë akses ndër lexuesin shqiptar. Në këtë 60 vjetor, unë do t'i uroja zotit Proko 100 vjetë dhe një produksion me etik dhe me estetik letrar. Këtë vit, Tasi Proko mbush 60 vjetorin e lindjes. Pasionim për letërsinë kaloi që në vitet e hershme, në vitet 70. Tregimet e para i kam botuar në Gazetën Drita dhe në revistën Thori. Përmime e parë me tregime dhe novela, unë kam botuar të shtëpia botuese nga një frashi,
kur qeshin sytë e saj. Gjatë viteve 80, natyrisht kam shkruar vazhdimisht, kam akumuluar shumë ngjarje, episode interesante nga fëmiria ime, nga rinia ime, nga mbresat në qytetin ose në vendlindjen e dytë, si që themun, si që është patosi, ku për një kohë relativisht i gjatë kam punuar si mësues i shkollës mesme të vjeçme. Pastaj vinë botimet e tjera, te shtëpia botuese Detro Agolli, te shtëpia botuese Ombra, e në shtëpi botuese të tjera. Letësia për mua është një ushqim shpirtëror. Edhe në librat e mi, qoftë në romane, qoftë në tregime, qoftë në novela, jam munduar të pasqyroj dashurinë njerëzore me gjithë universin e saj, të pafundit. Në këtë botë të razuar me makse, me egësi, me akmarrje, me mërira, gjithmonë ndjenja e dashurisë është një ndjesi gati hyjnore, qellore, është më e kushteshme se çdo ndjenjë tjetër njerëzore. Njëri që dashuron edhe do njerëzit, i adhuron ata, padyshim do të jetë mik me të tjerët, do të shërbesë edhe pak njerëzve në rrugë, në punë, në shoqëri, edhe në gjitha drejtimet e tjera që intereson shpirtin njerëzor. Unë jam përpjekur të bëj më të mirën e mundshme. Për vetë moshën që kam gati 1 vjeçar filltari, edhe nëse kam arritur të bëj ndonjë gjë që lexuesit të pëlqejnë, këtë ja dedikoj qytetit tim, që e dua dhe adhuroj, dhe pikërisht për këtë, unë nuk jam larguar asnjëherë prej tij. Dhe mendoj se do të largohem. Kam dorë libra të tjerë, tani kam një roman, shkruaj çdo ditë me pak, mbaj shënim çdo episod, çdo ngjarje, në çdo bisedë, dhe kjo natyrisht më jep dorë që të shkruaj, të sistemoj dhe të pasqyroj atë të bukur në këtë botë, natyrisht që disa e erësojnë, e quajnë zymë, unë them që edhe kur bota është e zymt, gjithmonë ka një dritë, gjithmonë ka një gjë të bukur që është detyra e çdo krijuesi, qoftë në poezia, qoftë në prozë, ta pasqyroj atë me sinqeritet, me çelësi, edhe me ndjenjë njerëzore. Deri tani, ai ka shkruar 7 tituj me 1400 faqe. Ky përvjetor e gjen duke shkruar romanin tjetër, po për dashurinë, titulluar Qejt e ëndrave, i cili pritet të shohë së afërmit dritën e botimit. Por këtë herë, në faqet e këtij romani përzihen të gjitha dashuritë, sepse Tasi nuk i reziston më forcës së saj tërheqëse, sidomos dashurisë për vendlindjen. Te gurët e kujtimeve, te lojthatat e qelura, tek njerëzit që e presin me mallin e gjakut, rikthehet atje për të marrë energjinë e krijimit. Rikthimi në vendlindje është nevojë domosdoshme për çdo shkrimtar. Tasi e di këtë sekret. Ktheuni për herë te fëmijëria dhe do të gjeni për herë diçka që do t'ju bëjë më njerëzor, thoshte Dostojevski. Por të tjerë romane e presin në të ardhmen, këtë shkrimtar,
Të tjera dashuri do shfalosen në faqet e prozës së tij dhe gjithmonë me ambicien për të zhvilluar enigmën e pafundme të krijimit artistik, për të realizuar gjithmonë më mirë qëllimin e tij fisnik në pasqyrimin e jetës dhe edukimin e brezave me ndjenjën e bukur të artit të fjalës së shkruar.